kemi arritur nga ditët e para të njohjeve ndërkombëtare, e të cilat tani numërojnë 121 osh, e deri te konsolidimi i institucioneve demokratike dhe sundimit të ligjit, nga ndërtimi i një ekonomie të qëndrueshme e në rritje, te forcimi i ushtrisë sonë dhe i kapaciteteve mbrojtëse, nga fitoret ndërkombëtare në sport, art e kulturë, te pjesëmarrja në forume botërore, nga lëvizja e lirë pa viza te hapat konkret drejt integrimit evropian, përfshirë aplikimin në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës, e të cilat janë arritje që na bëjnë krenar të gjithëve. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë.